Më në fund, dritë jeshile për rikonstruksionin e xhamisë së Plumbit në qytetin e Vlorës, pas shumë burokracive prej vitit 2024, kur edhe xhamia u dëmtua si pasojë e përmbytjes së qytetit nga rreshtet e dendurat të tetorit të vitit 2024, duket se situata kishte mbetur në ngërsh. Tashmë ka nisur edhe rrethimi i xhamisë së Plumbit pra një kantier ndërtimi për të nisur më pas me restaurimin e pjesës së brendshme aty ku dhe kjo xhami ka pasur dëmtimet më të shumta. Dritë jeshile për rikonstruksionin e xhamisë së Plumbit në Vlorë. Pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet e vitit 2024, xhamia e Plumbit në Vlorë ishte në pritje të rikonstruksionit. Vetëm pak kohë më parë, nisja e punimeve u konfirmua edhe nga Miftyri i Vlorës. Tashmë punimet kanë nisur me rrethimin e zonës në oborrin e xhamisë. Rikonstruksioni pritet të përfshijë kryesisht ambientet brendshme, të cilat pësuan dëmtimet më të mëdha nga përmbytjet, por edhe fasadën e godinës dhe sistemimin e hapësirës përreth saj. Xhamia e Plumbit ishte një nga objektet më të prekura nga përmbytjet që goditën qytetin e Vlorës në tetor të vitit 2024. Rekonstruksioni i saj u premtua menjëherë pas evidentimit të dëmeve për shkak të rëndësisë historike dhe kulturore të objektit, si dhe për faktin që ajo ishte një nga monumentet më të vizituara nga turistët e huaj. Gjatë kësaj periudhe edhe besimtarët musliman kanë zhvilluar falit në xhamitë të tjera të qytetit, për shkak se xhamia e Plumbit ka qenë jashtë funksionit. Punimet nisin tashmë rreth 2 vjet pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet dhe pritet të zgjasin afërsisht 1 vit. Synimi është që rikonstruksioni të përfundojë në kohë në mënyrë që xhamia të jetë e gatshme të presë besimtarët dhe vizitorët gjatë sezonit të ardhshëm turistik.